Vllaznia ka festuar 107 vjetorin e themelimit në një aktivitet të veçantë përpara fillimit të ndeshjes me Elbasanin, ku morën pjesë ish lojtari, ish trajner dhe drejtues ndërvite, si të ftuar nga klubet të tjera dhe fusha të ndryshme të jetës sportive e shoqërore. Më rasti që isha këtu në Shkodër dhe tha si Konadi më tha që do na bëjmë, thash shkojmë vllaznin, thash me që ka neshje e bukur, edhe do e festojnë dilinën e 107, kështu që shpresoj të sjellin fat. Në drejtën e njegu qik futbollin shqiptar thjesht për kënaqësi dhe shpresoj ta shumë vjet që vllaznia ta fitojnë një herë një kampionat dhe të sjellin gëzimin këtij qytet, sepse në vërtet besoj që Shkodra është një ndërqytet me tifoz më të zjarrt dhe besoj që e meriton një fitore të kampionatit. Për këtë vit vllaznia kanë pa veçantë si presidenti besoj si stafi kanë treguar që dojnë që të fitojnë diçka, kanë prurje të forta, prurje të reja, shumica e lojtarëve njoh, janë lojtarë me të vërtet me kualitet dhe shpresoj që t'i japin një dorë për tes përpara. Se kam menuar Allah punë që ku me mbyll karrierën, kam edhe pjesën tjetër që ndoshta kam qejf që të kthehem edhe në Empoli e një moment që edhe aty kanë filluar që e vogël, po këta gjëra besoj që do i vendosim më ne, po çdo ishte keq varet pastaj si mund të jenë vllaznia ose qa gjanash mund të kenë vllaznia deri ato vite. Një moment shumë i rëndësishëm për të kujtuar emblemen e Shkodrës. Klubi i futbollit Vllaznia është identiteti i çdo shkodranit, ashtu edhe ne. Duhet përkujtuar gjithë ato figura muaja futbollistike që janë me mia, them unë, është shumë e vështirë me përmend emra të përveçëm, se bëhet fjalë për një plejad 107 vjeçare që kanë kontribuar për këtë klub, për këtë emër të madh. Na pa munduna me bë më të mirën, shpresojmë të realizojmë edhe ëndrrën tonë për ta rikthy Vllaznin kampion këtë vit. Kështu që mendoj se kjo do të ishte dhurata më e mirë. Sot Shkodra Fest janë pjesë e gjithë sportdarëve sot, të cilët festojnë 107 vjetorin, ku gjithë Shkodra është në një atmosferë festive, sidomos pjesa e sportit dhe shpresoj shumë që kjo ditë shërbesi një ditë e cila do të jetë pjesë e gjithë historisë këtij viti për sa i përket kampionatit shqiptar, se ndoshta fitojmë aty do kampion. Nuk diskutohet që jam një tifozat më të vjetër, edhe nuk e la vllaznin me fjalë asnjë ndeshje pa. Tu fillu nga Ballçi e deri një këtu në Shkodër. Edhe faleminderit për futbollistëve që po na ndërrojnë kohët e fundit, po luajnë jashtëzakonisht shumë mirë, po na bën qefi shumë. Edhe gëzuar ky 107 vjetori i Vllaznisë, edhe o zot festojmë edhe 250 vjetorin e Vllaznisë, e Vllaznia është një ekip i përsosur. Ky përvjetor u kthye në një moment kujtese dhe vlerësimi për kontributet ndër dekada, duke theksuar traditën dhe rolin e rëndësishëm që klubi i Kuqe Blu vazhdon të ketë në sportin shqiptar.